Në një shtëpi ku gjithçka regjistrohet, paradoksi më i madh është se kujtesa mbetet selektive. Big Brotheri është vendi ku fjalët nuk humbasin, por kuptimi i tyre shpesh deformohet. Dhe pikërisht këtu lind përplasja mes asaj që një njeri ndjen se ka bërë dhe asaj që të tjerët kujtojnë se kanë marrë. Hygerta foli me një ton që nuk ishte as sfidues, as i bull. Ishte ton i lodhur. I kam mbrojtur të gjithë, tha ajo. Edhe Claudin, edhe Arditin, edhe Alben. Nuk ishte listë për t'u krenuar. Ishte inventar emocional. Një numërim i atyre momenteve kur kishte zgjedhur të fliste, edhe kur do të kishte qenë më e lehtë të heshte, mbrojtja në Big Brother. Nuk është akt heroik. Është rrezik. Sepse kur mbron dik, automatikisht pozicionohesh kundër dikujt tjetër. Hygerta e dinte këtë. Ajo e kishte ndjerë pasojën e fjalëve të saj, her pas here, në formë dyshimi, etikete apo ftohjeje. Por kishte vazhduar, sepse për të drejtësia në moment vlente më shumë se komoditeti, por kur Limi reagoi, narrativa ndryshoi. Hygertën më shumë e kanë mbrojtur se sa i ka mbrojtur ajo, tha ai. Nuk e tha si fyrje direkte. E tha si konstatim. Dhe pikërisht kjo e bëri më të rëndë. Sepse kur një ndjenjë përgënjeshtrohet me qetësi, ajo nuk shuhet, ajo grumbullohet. Eseja e këtij momenti nuk është për të gjetur se kush ka statistikat e sakta. Është për mënyrën se si mbrojtja perceptohet ndryshe nga brenda dhe nga jashtë. Hygerta e përjeton mbrojtjen si zgjedhje morale. Limi e sheh si rezultat social. Dy këndvështrime që nuk përplasen për shkak të mungesës së fakteve, por për shkak të mungesës së empatisë. Kur Hygerta thotë i kam mbrojtur, ajo flet për momente konkrete, për fjalë të thëna në kohë të vështirë, për qëndrime të mbajtura kur të tjerët heshtnin. Kur Limi thotë e kanë mbrojtur më shumë, ai flet për dinamikën e shtëpisë, për simpati, për aleanca, për mënyrën se si publiku dhe banorët reagojnë, të dy flasin të vërtetën e tyre. Dhe këtu qëndron tragjedia e vogël e Big Brotherit, e vërteta nuk është gjithmonë e përbashkët. Hygerta u ndje e fshirë. Jo si person, por si veprim. Sepse kur dikush mohon kontributin tënd, ai nuk po të thotë vetëm nuk e bërë mjaftueshëm, po të thotë ajo që ke bërë nuk ka rëndësi. Dhe kjo godet më fort se kritika e drejt për drejt. Nga ana tjetër, Limi nuk po fliste vetëm për Hygertën. Ai po fliste për balancën e perceptuar të shtëpisë. Për ndjesinë se disa persona marrin më shumë mbështetje se sa japin. Por problemi nuk ishte ajo që tha, ishte mënyra si u dëgjua. Sepse në një ambient të mbyllur, fjalët nuk kanë vetëm kuptim, por edhe peshë emocionale. Eseja na detyron të pyesim, a është mbrojtja diçka që matet nga numri i herëve që flet? Apo nga ndikimi që ka fjala jote? A është e drejtë të thuash se dikush është mbrojtur më shumë, kur nuk mund të matësh sa ka kushtuar për të mbrojtur të tjerët? Hygerta nuk kërkoi medalje. Ajo kërkoi njohje. Jo lavdërim, por pranim se ajo që ka bërë ka ekzistuar. Dhe kjo kërkesë është thelbësisht njerëzore. Sepse të gjithë në një moment duam të dimë se përpjekjet tona nuk kanë qenë të padukshme, debati nuk u zgjidh atë çast. Dhe ndoshta nuk duhej. Sepse disa tensione nuk kërkojnë fitues, por reflektim. Big Brotheri shpesh i shndërron ndjenjat në argumente, por nuk i jep gjithmonë hapësirë për të përpunuar, në heshtjen pas fjalëve. Mbeti një pyetje e madhe, kush vendos se kush ka mbrojtur kë? Vet individi që vepron, apo grupi që reagon? Dhe a ka rëndësi përgjigjja, nëse ndjenja e padrejtësisë mbetet, kjo e se nuk merr anë. Ajo vë në dukje hendekun mes qëllimit dhe perceptimit. Sepse shumë konflikte nuk lindin nga mungesa e mirësisë, por nga pamundësia për ta parë botën nga sytë e tjetrit. Në fund, Hygerta mbeti me bindjen e saj, se kishte bërë atë që kishte ndjerë të drejtë. Limi mbeti me të tijën, se dinamika e shtëpisë kishte favorizuar Hygertën më shumë se sa ajo të tjerët. Të dyja këto mund të bashkëjetojnë. Por vetëm nëse pranohet se mbrojtja nuk është monedhë që kthehet gjithmonë mbrapsht në mënyrë të barabartë. Dhe ndoshta ky është mësimi më i madh i këtij momenti, në një lojë ku gjithçka shihet, jo gjithçka kuptohet. Dhe aty ku kuptimi mungon, lind konflikti.